Të them të drejtën, nuk kam pas dëshirë të ahmoshme, kam shkruar, por s'pata rast me i botua, me qenë se kam marrua letërsinë e kam në zemër dhe kam dashur të shkruaj ka herë, jo familja, jo fëmijët, jo karriera, kështu që s'kam pas mundësi deri tash. Tash, një kohën e fundit merrem me letërsi, romani nuk duhet hyjë në detale, duhet ja lexuesit ta zbuloj, por si ide ka shpërnguljet. Ngjarje zhvillohen mes Malësisë, Mërgimit dhe Amerikës. Kështu që, domethënë, fati të personazheve, kjo është arsyeja pse ka marrë titullin Kush na mallkoi. Atëherë, një titull vërtet që lënd për të menduar dhe siç përmendet edhe ju vetë thatë pra më përpara që do ja lëni lexuesit që të lexojë ai. Sa kohë ju është dashur dhe a jeni fokusuar ndoshta në ngjarje të vërteta apo janë imagjinat? Besoj se ka të vërteta shumë. Kam përshkruar mërgimin e shqiptarëve nga këto troje, mandej fatin tragjik që shumë, sikur personazhi, edhe të tjerë që janë patën fatin tragjik të mos kthehen tek familjet. Ju keni bërë premierën, themi kështu, të promovimit të romanit tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si është pritur ai? Të them të drejtën, është pritur jashtëzakonisht mirë. Kam pas një numër jashtëzakonisht madh lexuesve. Libri është shit, gjitha të ardhura i kam çuar këtu i kam dhurua për fëmijë me nevojat posaçme, në prag të Krishtlindjeve vjet.